Ne fshatarë na kanë tallë më. Fshatari kur sillte mushmollën në qytet, nga që nuk donte që t'ju prishte, na e sillte të papjekme akoma, sepse përndryshe do ju prishte kur e sillte me gamore. Ne kena hangër, ne qytetarët, e kena hangër me dy llave. Ne kena hangër për herë mushmolla të papjekme. Kështu që nëse ju qellon prapë një fshatar që ju shet mushmollat, merrni disa, lejeni aty derisa ngjajnë sikur vyshkën, edhe provojnë. Do ngjajnë sikur janë të u prish, mos i prek, lejmë në një vend ftofët, në hije, edhe të thap, edhe ma i shu të hap me njëra me tjetër, mos rrin një të se prishën një pastaj. Edhe gjoja ndryshon komplet shija. Dhe ka një shije shumë më të mirë. Dhe nuk është e fortë kur e han, për shembull, të shkrihet në gojë dhe është më e lehtë edhe për organizmin ta blujë sepse do ketë më shumë enzim,